Deputetët Maqedonas pamundsuan votimin e rezolutës për respektimin e standardeve të procesit të rregullt ligjor në gjykimin ndërkombëtar ndaj ish-krerëve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Për shkak të mungesës së deputetëve të VMRO, DPMNES dhe LSDM-s, kryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme Musa Xhaferi konstatoi se nuk mund ta zhvillojnë seancën. Sipas pjesëmarrjes, nuk plotëson kushtet për ta debatuar, për të zhvilluar mbledhjen e punën e kësaj mbledhje dhe propozoj që kjo të prolongohet. Deputeti i Frontit Evropian Skender Recep tha se mungesa e tyre nuk është e rastësishme dhe kjo është e organizuar nga deputetët Maqedonas. Konsideroj që mungesa e antarëve në këtë komision nuk është e rastësishme, pasi që bëhet fjalë për një pikë mjaft të ndihshme, posaçërisht në raportin etnik. Është e qëllimshme për ta sabotuar mundësinë e punës së komisionit adekuat ku jemi ne këtu, me vetmin qëllim që kjo pikë të mos vijë në rend debat. Deputeti i ASH-s Zjadin Seles, Ilire Dauti, deklaroi se në këtë rast deputetët shqiptar do të jenë të detyruar të bashkangjiten rezolutës së Shqipërisë dhe Kosovës. Sjellja injoruese nga bashkëqytetarët tonë, përfaqësuesit këtu të subjekteve politike sot që nuk janë prezent, neve na detyron, dhe unë jam e detyruar edhe sot ta them që Alanca për Shqiptarët, unë Ilire Dauti, Zjadin Sela, Elmi Aziri, po besoj edhe gjithë përfaqësuesit e tjerë deputetët shqiptar këtu, do të jemi të detyruar ditëve në vazhdim të bashkangjitemi rezolutës së Shqipërisë dhe të Kosovës. Kurse deputetja e koalicionit Vlen Merita Kuxhaxhiku u shpreh se Vlen e përkrah rezolutën dhe këtë do ta vërtetojë edhe kur ajo të jetë në seancë plenare. Edhe të gjithë jemi këtu dëshmojmë se e përkrahim rezolutën, por me atë që në komision e dini se jam vetëm unë antare, edhe atë e vërtetojmë, por do ta vërtetojmë të njëjtën edhe me votat tona kur do të jetë në seancë plenare. Pika për rezolutën do t'i kemi 11 votat të koalicionit Vlen. Pasi rezoluta nuk kaloi filtrin e komisionit, nuk mund të hyjë në seancë plenare. Kjo rezolutë është për gjykim të drejtë ish-krerëve të UÇK-s në Hagë, edhe pse propozuesi i saj Fronti Evropian nuk e përmend askund UÇK në rezolutë, por i quan si ish-krerë të institucioneve të Kosovës. Përveç Frontit, propozues e rezolutës janë edhe deputetët e ASH-s Seles dhe deputetët e pavarur Ilir Demiri dhe Bejxhan Ilyas.